ndërprej, më lë të mbaroj argumentin. Të lutem shumë, më lë të mbaroj argumentin. Vjen keq se kam respekt për ju, po prodhimi bujqësor. Po nëse ke respekt, më lë të flas. Jo, po unë nuk. Nëse ke respekt, më lë të flas. Flasësh gjëra. Folje ti s'të ndërpreva. Jo, unë s'po të kundërshtoj. Janë rritur çmimet. Ke blegtoria s'po të kundërshtoj. Janë rritur çmimet. Ke drejt. Janë rritur çmimet, jo se është rritur prodhimi. Si rritur çmimet? Dhe meqense janë rritur çmimet, prodhimi bujqësor në vitin 1990 ka qenë 119 milion lek, me vlerë leku, tani është 319 milion lek. Por si ke kompani sot që kanë miliona euro bëjnë eksporte dhe çfarë? Problemi është janë rritur çmimet, po jo volumi. Tani, në qoftë se do të shkojmë me Instatin, i cili pretendon që prodhimi bujqësor në Shqipëri është rritur me 6% çdo vit, që nga viti 91, kthen statistikat, ne sot duhet furnizonim Kinën me ushqime. Po, bravo, okay. Ka një problem se tani na fyet edhe logjika ekonomike për hir të vërtetës. Po, na fyet, që kemi atë punë, po. Këtu pastaj fillojmë të shqetësohemi pak. Mjafton të shikosh statistikat, me gjithë rezervat që unë kam për të dhënat e Instatit, sepse bëhen nga Ministria e Bujqësisë që është përgjegjëse për çdo gjë tjetër, gjithsesi unë po ju referohem atyre. Të 3 vitet apo 4 vitet e fundit kemi një rritje galopante të produkteve të importit të produkteve bujqësore, fruta dhe perime. Pra, jem jashtë. I marim nga jashtë, import. Pra, pavarësisht se ne shesim... Mojzojnë të lutem, Vojtë të shofsh raportin... Pora një pyetje, a kemi toka në lushnjën e mbillen ato toka? A prodhojnë ne, ku shkojnë ato prodhime? Unë po ju jap një statistik. Nga 700.000 tokë bujqësore që ka Shqipëria, 300.000 hektar tokë nuk mbillet. Atëherë unë po ju jap një statistik tjetër. Pse nuk mbillet o, Enrico? Ja them unë një statistik. Kanë ikur njerëzit jashtë shtetit, kush ta punoi tokën? Përpos kësaj, rreth 150.000 rreth 150.000 hektar tokë nuk mbillen, janë djerë vetëm si rezultat se nuk kanë akses në ujitje. Populli nuk ha qershin e Shqipërisë. Ne mund të ham qershin. Edhe pse është periudha qershive. Ne përveç qershit, ham edhe të Shqipërisë. Më fal, ham dhe të Shqipërisë, po i ham me çmime marramanse. Profesoresh, atëre më falë se ishte pedagoge jashtë në Universitet Bujqësor. Po të them, një informacion i fundit, sipërfaqja e tokës punueshme, tokës ar, në Shqipëri është 620.000 hektar. Sa punohet? Sa punohet? 620.000 hektar. Vetëm fermerë me numër një që sot në Shqipëri janë rritur. 113.407 fermerë janë 300.000. Jo, me numër një për mirë ato. Me numër një për, dërsa fermerë janë mbi 300.000, por ka i gjëta. Kur thu 300.000 fermerë, kur thu 300.000 fermerë. Familje fermerë. 300 Ore, vetëm me numër një për tjerët, 114.000 fermerë, me numër një